Programi i strehimit social vijon të mbetet një nga shtyllat kryesore të politikave publike për mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë, me synimin për të garantuar akses në strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm për shtresat që nuk arrin të përballojnë kostot e tregut të banesave. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, objektivi afatmesëm i këtij programi është që deri në vitin 2030 të sigurojë strehim për rreth 35.000 individ dhe familje që kanë aplikuar për përfitim dhe ndodhen në vështirësi ekonomike. Për vitin 2026, buxheti planifikuar për financimin e masave të strehimit social arrin në rreth 1.25 miliard lekë. Ky fond do të përdoret për disa skema mbështetëse, të cilat adresojnë kategori të ndryshme përfituese. Një nga masat kryesore është pagesa e bonusit të qiras, nga e cila pritet të përfitojnë rreth 1.900 familje. Për këtë qëllim, është parashikuar një fond prej 200 milion lekësh që synon të lehtësojë barën financiare të qiras për familjet me të ardhurat të ulta. Vëmendje i kushtohet edhe grupeve më të cënueshme, si gratë dhe vajzat e dhunuara, si dhe familjet me një prind. Kostoja e parashikuar për strehimin social të rreth 2.000 grave dhe vajzave nga këto kategori arrin në mbi 132 milion lekë.